Në kuadër të 106 vjetorit të Kongresit Arsimor të Lushnjës, në ambientet e shtëpisë së Kongresit u zhvillua një veprimtari kushtuar arsimit, kulturës dhe figurave që kanë lënë gjurmë në historinë e qytetit. Ky aktivitet u zhvillua nën kujdesin e Bashkisë Lushnjë dhe të kryebashkiakes Eriselda Sefa. Në këtë përvjetor, historiani dhe shkrimtari Niko Ferro solli për lexuesit lushnjar edhe më gjerë librin me kujtime, dokumente dhe dorëshkrime kushtuar jetës dhe veprimtarisë së mësuesit Hysen Dervishi, një figurë që ja kushtoi jetën arsimit dhe kulturës shqiptare. Në aktivitet morën pjesë familjarë të Hysen Dervishit, shkrimtar, poet, mësues, gazetar dhe të ftuar të tjerë. Në fjalën e hapjes, autori dhe historiani Niko Ferro falenderoi pjesëmarrësit dhe të afërmit e të ndirit Dervishi për kontributin e tij në arsimin shqiptar, duke theksuar se zgjidhja e këtij përvjetori për prezantimin e librit nuk ishte e rastësishme. Sepse me këtë datë, siç dihet, ka filluar punimet Kongresi Arsimor i Lushnjës. Dhe në këtë ditë të veçantë, Bashkia, sepse është në bashkëpunim, vendosi që të bëhesh promovimi i librit që flet për Hysen Dervishin, një njeri që ka lënë gjurmë në arsim, që ka dhënë shumë kontribut, por çuditërisht gjatë sistemit u godit dhe kontributi i tij sot ose njihet pak ose nuk njihet as pak. Kjo figurë interesante më frymëzoi që t'i bëja një monografi enkas. Për ata që nuk e din, ai ka qenë drejtori i muzeut, pra ka qenë shumë kohë më përpara, po ashtu është marrë me kulturën, drejtori i bibliotekës, pra karrierë e tij në seksionin e arsimit është shumë e zgjeruar. Dhe edhe sot e kësaj dite më bën përshtypje kaligrafia e tij, shënimet e tij që unë i kam në muze. Është një njohës shumë i mirë i Kongresit të Lushnjës, është një njohës shumë i mirë i Kongresit Arsimor të Lushnjës, madje edhe disa copëza shkrimesh. Ne i kemi fal Hysen Dervishit. Ai do ta shikoni edhe vetë në biografinë e tij, përshkruan me detaje se çfarë ka ndodhur, si është rritur, si është frymëzuar. Dhe e veçantë atij është sepse është një figurë që nuk është dorëzuar përballë sfidave të kohës, përballë përplasjeve, po ashtu edhe intrigave, që njeriu e mençur nuk e doni, por e degdisin diku tjetër. Por pavarësisht kësaj ai nuk dorëzohesh dhe atij ku ka vajtur ka lënë gjurmë të thella, madje në Sevran, është një fshat që në Skrapar, që edhe sot e kësaj dite, madje unë kam përmendur dhe 2 citime, e kujtonin dhe sot e kësaj dite. Pra, imagjinoni një figurë e shquar e arsimit. Më pas pjesëmarrësit zhvilluan një bashkëbisedim me autorin. Nipi i Hysen Dervishit shprehu mirënjohjen për autorin dhe të gjithë pjesëmarrësit, duke vlerësuar kujtesën që ky botim përcjell për familjen dhe qytetin e Lushnjës. Se më kujtoni gjyshin, unë jam i vogël, në fakt për të pas shumë kujtime me të, sepse unë të qenë mosh deri në 8 vjeç. Po mbaj mend disiplinën që e kishte në familje, mbaj mend leximin që e kishte të shenjtë, sepse në shtëpi gjithmonë kishin libra, bibliotekë. Edhe ka qenë shumë i rregullt dhe detajist. Çdo njeri që vinte në shtëpi ai mbante shënime dhe ndoshta fal këtyre shënimeve sa ne kemi një informacion. Ku shynte biri filanit, e shënonte çfarë punë bënte, se kishte ardhur dhe çfarë duhet ne që vitim brapa të marrim mend për atë njerin. Fjalën e mori dhe gazetari Shkëlqim Bylyk-Bashi, i cili u ndal tek rëndësia e historisë, fakteve dhe dorëshkrimeve të sjella nga Niko Ferro në këtë libër, duke e cilësuar Hysen Dervishin si një prej mësuesve që ja kushtoi shpiritin arsimit dhe kulturës. Sigurisht kjo pjesë e historisë me një vëmendje dhe sot është akoma për ta ardhur që patriot, që se kemi konkretisht dhe Dervishin që diskutojmë, harrohesh vlera dhe kontributet e patriotik jashtëzakonshëm, qoftë metodist, për cilën shquhet në mrekullueshme profesori, por qoftë edhe roli i tij gjatë luftës, por çuditërisht por edhe puna për të marrë vlerësimin për dëshminë që kishte bërë, atij ndorën disa cene që gjoja gjendeshin lehtësisht në atë kohë. Në vijim foli Kujtim Baze, kryetari i shoqatës Bektasqiane të Lushnjës, i cili u shpreh për rëndësinë e figurave të tilla dhe historinë dhe jetën kulturore të qytetit. Këto iniciative që vjetë, për promovimin e kulturore që mos ashtuetarit
Shqipërisë, për e Lushës. Në fakt, para se të dhja këtu, dje kam folë me një shullim tim, është mësu se vjetë në Skakar, shqysen bazë e qëtë. Edhe në ka folë profesorin, e nërëvor, Dervishin, dhe i piste fjallet më të mira. Dhe për një më të mira, jo vetëm si mësus, por edhe si njëri, që vinte nga Lushi për të vendimtuar vezërit të Skakarit. Tani, do të mbështetem që Osman, sepse kur ndodh kongresi, sepse shumica nuk përmend kongresi para se mori Lushi, pati shumë përplasje në ministritave të ateshme të ministrisë të Shqipërisë, që të bëhesh kongresi Lushi, dhe ka qenë janë një nga, ishte ministër të të arsimit që kënduri që Lusha meriton shumë se gjithë, sepse vini nga periudha e kongresit kombëtar, dhe zonë në nivel si duket në gjarë ma nënshore. Dhe për këta i e shtutur dhe ekipe që pashën Basani, e për kanë dënyrë të në kryeministri, dhe vendosin Lusha të ishte pritse kongresit parë, arsimor në Lusha. Sot e 5. Sot e 5. Vendosën arsimit që A e një ka qenë për të Basani. Kumtes së shkurtër, mbajtjet e mësuesit dhe shkrimtari Kozma Gjini duke sjellë vlerësimet e tij për figurën e Hysén Dervishit dhe rolin e mësuesit në shoqëri. ty që i ke hyrë punës për të nxjerrë një libër për një mësues shtyrë të arsimit në nxehjem, por edhe në shkallëvend. Një njeri gatshëm të film pas mbarimit provime procese të normales me film të Aleksandr Gjuvani, si që tek dëshmuar ju, dokumentat, si la familje i ka rritur, si rrallë me familje tjetër, a i e mërat në spektarë dhe mendoj një arsimtar, sot, me ata shumë rezistencë se e mërat për shumë në Pjërsheba, nuk të palushme, se e mërat në Remas, se të shqyre në Braziladje këto. A i pa përdu në shkoja të tjetë, edhe dhe edhe shqeti arsimit. Spreparë. I gjithë takimi është ndruar në një bashkëbisedim mbi 106 vjetorin e Kongresit Arsimor të Lushnjës, i zhvilluar më 15 deri në 23 gusht 1920, si dhe mbi rolin e patriotëve, mësuesve dhe vendimarrjet e rëndësishme të këtij kongresi. Përmes librit të Niko Ferros dhe dokumenteve të ruajtura ndër vite, aktiviteti solli në vëmendje dhe figurën e Hysén Dervishit si një prej njerëzve që kontribuoi me përkushtim për arsimin dhe kulturën shqiptare. Një veprimtari që në 106 vjetorin e Kongresit Arsimor riktheu në kujtesën e Lushnjës njerëzit dhe historitë që i dhanë vlerë arsimit dhe identitetit të qytetit.